Në një deklaratë ashpër publike, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha hodhi akuza të drejtë për drejtë ndaj kreut të SPAK-ut Altin Dumani, duke bërë përgjegjës atë që e cilësoi si amnisti ndaj krimit elektoral në shërbim të Edi Ramës. Ka dorëzuar gjatë fushatës elektorale mbi 15 padi, të cilat natyrisht do të kenë fatin e gjitha padive tjera, sepse në krye të amnistisë së krimit elektoral qënon ai që amnistoi dosjet 184 dhe 138 apo 39 qënon vet Altin Dumani, shërbëtor i shpifur, i Ulsi Manjas dhe Arben Rakipit. Sipas Berishës, gjatë fushatës elektorale, Partia Demokratike ka depozituar mbi 15 padi për shkelje dhe manipulime, të cilat, siç tha ai, janë shpërfillur nga drejtësia e kapur. Kutit e votave dhe votimi i tyre është fund e krye manipuluar, një lloj si në Korenë e Veriut apo në diktaturën hoxhiste dikur. Berisha paralajmëroi se shqiptarët jashtë vendit do të reagojnë ashtu siç u shpreh ai ndaj përdosjes së vullnetit të tyre. Diaspora ka votuar dhe të garantoj që diaspora kundër narkoshtetit do të dëgjoni ju, do të thot fuqishëm fjalën e saj, sepse përdosja që dhe shkelmimi që ju bë vullnetit të lirë të shqiptarëve në Europë do marrë përgjigje shembullore, por nga shqiptarët jashtë vendi. I pyetur nëse do të drejtoj seancën e parë të kuvendit si deputeti më i vjetër në moshë, Berisha e përjashtoi kategorikisht një skenar të tillë, duke theksuar se betejë e tij politike do të vazhdojë deri në rikthimin e votës së lirë për shqiptarët.